fundin e mesnatë ka përfunduar procesi regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me 28 dhjetor. Lajmin e ka bërë të ditur të dielën paradite zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Sipas të dhënave preliminare gjatë periudhës 26 nëntor-6 dhjetor, përmes platformës elektronike të KQZ-s janë pranuar mbi 84.700 aplikime për regjistrim. Nga këto rreth 71.900 janë aprovuar, 6.700 janë refuzuar, ndërsa për 5.900 aplikime pritet të përfundojë vlerësimi. Elezi ka shtuar se pjesa më e madhe votuesve të regjistruar kanë zgjedhur të votojnë përmes postës, ndërsa një numër më i vogël do të ushtrojë të drejtën e votës fizikisht me përfaqësi diplomatike të Kosovës. Bedri Hamza, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ka bërë të ditur se ish-kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, do të jetë në listën e partisë për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në një postim në Facebook, Hamza ka thënë se Kosova ka nevojë për profesionistë që sjellin përvojë, qetësi dhe rezultate, duke theksuar se përvoja e Hasanit në sport dhe menaxhimi i Komitetit Olimpik është shembull i vizionit dhe përkushtimit. Ndërkaq edhe lista Guxo ka prezantuar një aderim të ri. Bashkëkryetari i listës Faton Peci ka njoftuar se juristi dhe analisti televiziv Blerim Gashi është bashkuar partisë para zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit. Peci cilësoi Gashin si emër të njohur i përballjes pa kompromise kundër propagandës dhe dezinformimit si dhe përqasjen e qartë të argumentuar dhe profesionale në debatin publik e politik. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës ka regjistruar 6 raste të dhunës në familje në Prishtinë, Gjelan, Shtime, Tergash dhe Jonik. Sipas raportit policor, 3 nga të dyshuarit e përfshirë në këto raste janë dërguar në mbajtje. Në një rast tjetër gjithashtu në Prishtinë, një person dyshohet se ofendoi bashkëshortën e tij dhe njëjtën ndjehet të rrezikuar për shkak të dhunës psikike të përsëritur. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, palët janë liruar. Policia e Kosovës ka njoftuar se po heton rastin e dëmtimit të varrit të ish-aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Sipas raportit, 24 orësh të policisë, njësitë përkatëse kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe rasti është aktualisht në ndërtime. Ndryshe lidhur me këtë incident, lëvizja vetëvendosje ka reaguar dje, duke bërë të ditur se shtylla dhe pllaka e flamurit kombëtar pranë varrit të Deharit janë dëmtuar. Në një reagim të publikuar në Facebook, partia falenderoi policinë e Kosovës për reagimin e shpejtë dhe kërkoi zbardhjen e incidentit. Pas botimit një dokumenti mbi sigurinë kombëtare nga administrata e SBA-s, kryediplomati i BE-s Kaja Kallas tha se SBA është ende aleati ynë më i madh, pavarësisht dallimeve që kemi për çështje të shumta. Në dokumentin e shtëpisë së bardhë thuhet se disa vende të Evropës rrezikojnë të bëhen me shumicë jo evropiane dhe se nëse pritjet aktuale vazhdojnë, ky kontinent për 20 vjet ose më pak nuk do të njihet më. Shefja politike së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, u përpoqte të minimizonte tensionet me SBA-n, pasi administrata Trump publikoi një dokument mbi sigurinë kombëtare në të cilin kritikonte ashpër aleatët evropian. Numri të vdekurve në Indonezi nga përmbytjet e fundit ka kaluar në 900, ndërsa qindrat e tjerë rezultojnë të zhdukur. Më shumë se 100.000 shtëpi u shkatruan kur një ciklon i rrallë dhe i fuqishëm u frymua mbi ngushticën e Malakës javën e kaluar, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm të rrëshqitje tokën në disa pjesë të vendit të Azisë Juglindore. Përpjekjet për të arritur njerëzit në zonat ende të izoluara janë duke vazhduar, me ndihma që duhet të hidhen nga ajri në disa vende.